Fredi Rama për fjalën e tij. Thank you so much for Faleminderit shumë për që jeni këtu me ne thank you for dhe faleminderit për the patience in advance to durimin my speech also. të dëgjoni dhe mua në fjalën time. Së pari, Say that dua të them important conference se kjo konferencë e rëndësishme lidhur me një temë shumë të ndjeshme për të gjithë, por sidomos për ne në Shqipëri. coincides with very important moments. Përkon me një moment shumë të rëndësishëm që End of the first phase of ka të bëjë me fundin e fazës së parë të negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian dhe fillimin e një faze të re. Kemi hapur normalisht të gjithë kapitujt e negociatave dhe tani me piketat e ndërmjetme të përcaktuara i futemi fazës së mbylljes së kapitujve të negociatave. Dhe siç mund ta keni të qartë, fulfillment of the interim benchmarks. plotësimi i piketave ndërmjetme nga Shqipëria The setting of the closing benchmarks dhe përcaktimi i piketave përmbyllëse është especially for element shumë thelbësor, sidomos për sa i përket grup kapitujve të themeloreve, që përfshin gjithashtu kapitullin 23, që ka të bëjë me gjyqësorin dhe të drejtat themelore dhe e drejta e pronës, është patjetër pjesë e këtij kapitulli. in Albania's EU integration process, the success Në procesin e Shqipërisë për integrimin evropian, suksesi i transformimit digjital is është a defining line about një element caktues sa i përket ritmit dhe shpejtësisë së procesit dhe I progresit must tonë. say that for Më countries duhet të them që për vende si joni, what has come with the new technology is true bless. teknologjia e re na ka sjell, le të themi, bekim të vërtetë, sepse na ka lejuar të bëjmë hope që ndryshe nuk do të ishin të mundura. Na ka lejuar ta shohim të ardhmen me një frym tërësisht tjetër. It allows us to Dhe na lejon gjithashtu të përfitojmë nga të gjitha avantazhet e kalimit nga një epokë e progresit linear tek një epokë e progresit eksponencial. Dhe këtë e kemi parë me të gjitha përfitimet në shumë aspekte ndryshme. Dhe patjetër duam përfitojmë sa më shumë tjetë mundur very complex issue of sa i përket çështjes shumë të ndërlikuar dhe komplekse të pronave në Shqipëri. Nuk besoj se ka vend tjetër në këtë zonë të botës apo në këtë rajon tonin ku rights have been put të drejtat e pronës stress kanë qenë kaq në ndrysni. in the last 35 years. Gjatë 35 viteve të fundit na është dashur të trajtojmë Material that is really një material kaq kompleks sa që është the most and the deepest challenge. realisht një nga vështirësitë më të thella dhe më të ndërlikuara me të cilat jemi përballur. Nationalized Sepse kalimi nga një country where property vend me pronë tërësisht shtetërore, ku prona private nuk lejohej private cars, not dhe nuk lejohej as zotërimi i një automjeti privat, apo nuk mund ta ndërrojë një automjet privat. the state lost every control on Kaluam në një situatë ku shteti humbi tërësisht kontrollin mbi territorin an enormous demographic boom after dhe pati një boom communist regime jashtëzakonisht të madh demografik pas rënies së regjimit komunist. Dhe këto lëvizje ndikuan në formësimin e territorit dhe se si perceptohej prona. the old owners
sepse ndërkohë që kishim pronarët e vjetër që mendonin se lirinë erdhi dhe momenti I tyre për të marrë pronat dhe që pronat do t'u ktheheshin. Nga ana tjetër, duhej të përballeshim gjithashtu me një sulm të plot mbi tokën dhe një numër të jashtëzakonshëm zhvillimesh që praktikisht u bën shtresa e re e pronësisë, le të themi, që nuk vinte përmes titujve legjitim të të shkuarës, por përmes zënies së tokës. Dhe përtej kësaj, megjithse për arsye misterioze, regjimi komunist nuk e dogji arkivin e pronave, por I mbajti dhe ruajti me shumë siguri. Por ajo që ndodhi me arkivin në vitin 90 ishte katastrofe e vërtet. Kështu që në këtë kuadër trashëguam një shtresë tjetër pronësie që ishte shtresa e titujve të falsifikuar të pronësisë. Kështu që të zgjedhësh dhe të zbërthesh të gjithë këtë është sfidë dhe vështirësi e vërtet që ka të bëjë me kompromise shumë të vështira dhe shumë të dhimbshme, sepse nuk është e mundur që të gjehet, le të themi, një pasërti e plot në një tjetër. Dhe përveç kësaj, kishim edhe një gjyqësor që ishte jashtëzakonisht shumë I përfshirë në ngatërresa të mëtejshme që duke humbur kështu sipërfaqe të mëdha shtetërore që I përkesin shtetit dhe që I përkesin publikut. Përmes vendimeve të gjykatave, të cilat janë të pabesueshme, janë mahnitse sa I përket autoritetit të tyre. Nuk besoj se ka një vend tjetër ku mund gjesh vendime gjykate që I japin ankemuesit më shumë se sa kërkon. A mund të imagjinoni dikë që shkon të kërkoj, le të themi, 5 hektar dhe merr 200 hektar nga vendimi gjykatës. Dhe kjo është e qartë se dhe si. Na u desh pra të hartonim legislacion të ri, që ishte gjithashtu I komplikuar, sepse një vendim që besoj se ishte vendim I mirë dhe ishte një prej pak vendimeve që parlamenti mori me konsensus në fillim të viteve 90 për t'i dhënë të gjithë fermerëve një shkresë, një fletë për përdorimin e tokës, u kthye në një rrugë tjetër abuzimi, sepse nga përdorimi I tokës u kthye në përvetësim të tokës. Dhe kemi parë edhe plazhet të cilat janë përvetësuar në këtë kuadër. Kemi parë det të përvetësuar në këtë mënyrë. Nuk besoj se në përvojën tuaj mund keni parë diçka të tillë në kadastrën e një vendi ku ka lartë të detit, parcela të det. Hartuam legjislacion e ri, punuam më shumë kusht me partnerë të përkushtuar dhe morëm e dritën jeshile nga Gjykata Evropiane e Drejtave të Njeriut në Strasburg lidhur me qasjen tonë të re. Megjithatë, edhe sot e kësaj dite duhet përballemi me probleme sepse disa gjyqtarë kanë vendosur se mund të
marrin sot vendime bazuar në ligje të së djeshmes. Nga ligji I ri në zbatim për kompensimin mund të anashkalohet dhe vendimet e gjykatave që krijojnë barë të shtuar mbi financat e shtetit mund të jepen edhe sot. Shpesh situata është e komplikuar, nuk po ankohem tu, thjesht po shkëmbej një përvojë tonën me ju. Not easy path to bullshit you with Dhe nuk po zgjedh le të themi rrugën e thjeshtë për t'ju thënë me lule se sa e mirë është puna jone në të vend, por po ju kënaq si të ftuar me pak argëtim. Dhe faktikisht argëtuese kur e sheh nga jashtë se diçka e tillë. Është një telenovel e pafund dhe e ndërlikuar, por ama nuk u dorëzuam. Po bëjmë punën tonë, po punojmë më fort dhe besoj se teknologjia e re po na ndihmon shumë të trajtojmë ato që ndryshe do të ishte e pamund të trajtohej. Mund të besoni se është egzagerim, por është episod faktik I jetës reale në Shqipëri, që puna me hartat të cilat ishin hapur dhe mbyllur shumë e shumë herë. Dikujt ju desht ishte viktima e këtij hapi mbylli, sepse një gjykat vendosi se gjykata që ai pretendonte ishte tek brima që ishte krijuar nga grisja e hartës, nga hapja mbyllja e hartës, ishte palosur shumë herë. Harta sa që kishte krijuar një grisje. Që imagjinon që ke një vendim gjykate që thotë që prona jote është kjo grisja të kjo brima, por nuk ta japim dot sepse është këtu. Sa I përket të tjerave, besoj se do të bëni shumë diskutime teknike për mënyrat se si po mundohemi të trajtojmë këto çështje dhe këto probleme, por po e mbyll duke thënë dhe duke përmendur një fjalë që tha drejtoresha e përgjithshme në fjalën e saj hap, që lidhet me integritetin e të dhënave që përdoren. Sepse në fund të fundit, po, teknologjia e re, inteligencë artificiale mund të bëjë mrekullira, por gjithashtu mund të drejtoj tek një ngërç tjetër nëse të dhënat nuk janë të sakta. Kjo pra është një sfidë tjetër që modeleve ti ushqim të dhënat e duhura dhe të japi modeleve të gjitha aftësitë që të kthej si rezultat atë që kërkohet. Kam një fjalë të shkruar këtu që normalisht jam I sigurt nuk doni ta dëgjoni. Shteti Evropian ndërtohet me këtë dhe me atë, por është realisht një ushtrim I vështirë, është një pjesa më e vështirë e procesit tonë negociatave dhe e procesit tonë për ndërtimin e shtetit, por besoj se pak nga pak, por me siguri po e rregullojmë situatën edhe me digitalizimin e plotë që tashmë është thuajse në përfundim dhe me blockchainin që do të përdoret do të shpëtojmë çka mundemi pas kaq e kaq vitesh. Occupiers of all sorts. Zënësish të gjitha llojeve, të cilët kanë hyrë në pronat tona të përvojshme. Vlerësoj realisht përpjekjet dhe ndihmën e partnerëve tanë, Bashkimi Evropian së pari,
dhe më e rëndësishme që patjetër ka qenë dhe ka marrë në konsiderat me bujari kërkesat tona për të ndihmuar këtë proces në kadastër. Tani me ndihmën e Bashkimit Evropian po bëjmë diçka që funksionon dhe që po funksionon goxha mirë. Kështu që po do ta mbyllim proces me shpresë shumë shpejt. The rest of the partners have provided. Dërsa pjesa tjetër e partnerëve kanë dhënë këshilla jashtëzakonisht shumë të mira dhe i falenderoj, dhe mi falenderoj ata. Dua të falenderoj gjithashtu edhe disa nga njerëzit që i njoh në këtë tryezë nga ana jonë, sepse të gjithë dhe secili prej tyre në pozicionin e vet ka bërë punën e dur dhe po bën punën e dur. Së shpejti do të kemi edhe reformën e agjencisë, do të tasks under one umbrella. Sjellim më shumë detyra në një ombrell, në një çati le të themi, sepse të pasurit e agjencive të veçanta dhe të ndara nuk e kanë ndihmuar procesin, sepse kur agjencitë shkojnë në drejtime të përkatëse ka krijuar më tepër konfuzion dhe ka sjellë më tepër telashe le të themi. Tani besoj se kemi një ide të qartë dhe të mirë se si ta formësojmë administratën e pasurive të paluajtshme nga A-ja te Z-ja me bashkimin e njësër agjencive në një, ndërsa pjesa tjetër është të vazhdojmë dhe të vazhdojmë punën. Kemi bekimin për gjithashtu edhe mallkimin që kemi tutor mbi kokë, që quhet Bashkim Evropian dhe që na thotë se kjo është mirë, kjo është keq, këtu mund të këtu ke dalë mirë, këtu nuk e dalë mirë, kështu që vazhdo këtu, vazhdo atje me drejtimin e punës dhe kjo ndihmon patjetër. Përpara se të vija këtu faktikisht isha me guvernatorin e Bankës Qendrore të Austrisë dhe po diskutonim në këtë pjesë dhe po diskutonim edhe Bashkimin Evropian. Dhe i thash, Bashkimi Evropian është diçka për cilën mund të ankohesh gjithë ditën, por me Bashkimin Evropian një gjë është e sigurt, natën s'ke makthë. Nëse zgjedh një rrugë tjetër, gjatë ditës mund të jesh më i lirë, por ama natën pastaj do kesh makthë, kështu që nuk ka alternativë tjetër ndaj Bashkimit Evropian në këndvështrimin tim, nuk ka plan B, nuk ka plan C, është vendi i dur ku duhet jemi patjetër. Është vend njerëzish dhe normalisht nuk mund të jetë parajs nga vetë përkufizimi, por ama nuk ka alternativë ndaj Bashkimit Evropian. Ju falenderit. Thank you, Prime Minister. Now Prime Minister, tani kam nderin të ftoj organizatorin e këtij konference, gjyqëre drejtuese e Këshillit të Evropës në Shqipëri. Dhe me lejen tuaj do duhet largohet sepse Bashkimi Evropian po më pret sot, kështu që duhet të marr avionin. Falenderoj jashtëzakonisht shumë, ju lë të vijoni në paqe dhe shpresoj të mos ju kem përzitur. Faleminderit. Welcome also on behalf of the Council of Europe. And nderuar drejtori Boxhabeli dhe zoti Rizzo, të nderuar të ftuar. Është një nder që jo mirëpres në këtë tryezë të rrumullakët. Drejtoreja e përgjithshme e përmendi tashmë, por prania juaj sot është dëshmi e angazhimit për të forcuar sigurinë juridike, për të modernizuar administratën publike. Po përmend pak më përpara që
fshata jonë ndërgjegjësuese audiovizuale u ofroi qytetarëve të Shqipërisë informacione të aksesshme mbi procedurat kyçe vetëm me disa klikime. Do të doja gjithashtu të përmendja edhe TLAS, që është shoqëria shqiptare për ndihmë juridike, që u ka ofruar ndihmë juridike dhe gjithashtu udhëzime dhe mbështetje të tjetër 2700 qytetarëve. Këta 2700 qytetarë nuk janë thjesht shifra, por janë familje, individ, edhe persona që kërkojnë jo vetëm zgjidhje, por edhe garanci dhe njohje të drejtave të tyre. Pra ky është qëllimi pas kësaj reforme. Për Shqipërinë edhe për vendet kandidate nga Ballkani Perëndimor, reforma që lidhen me të drejtat përgjithësore, garancitë ligjore, transparencën edhe gjithashtu zbatimin e vendimeve të gjykatës së Strasburgut janë një pjesë thelbësore e rrugtimit drejt integrimit në BE. Për këtë qëllim, sistemet transparente edhe të besueshme mbi pronësinë nuk forcojnë vetëm shtetin e së drejtës, por gjithashtu ulin korrupsionin dhe mbështesin zhvillimin ekonomik. Digitalizimi luan një rol kryesor në gjithë këtë proces, pasi redukton pasigurinë, rrit gjurmëshmërinë edhe gjithashtu garanton që institucionet u shërbejnë qytetarëve më mirë edhe më me efektshmëri. Prandaj ky dialog i sotëm rajonal është shumë i vyer. Vendet kandidate nga Ballkani Perëndimor kanë shumë për të mësuar nga njëri tjetri, edhe ne së bashku nuk forcojmë vetëm sistemet administrative, por edhe hapësirën tonë të përbashkët evropiane. Në përmbyllje do të doja të përmendja që sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Evropës së fundi theksoi që Evropa dhe qëndrueshmëria duhet të garantohen nga forca e rregullave. Dhe në punën tuaj të përditshme ne besojmë se ju i mishëroni këto parime. Suksesi i reformave shkon përtej sistemeve dhe legjislacionit, në fakt pasyrohet në besimin e qytetarëve për t'u afruar institucioneve dhe për të thënë se kjo është shtëpia ime, kjo është e drejta ime, edhe ju do të na mbroni. Faleminderit, shumë faleminderit Lorena, sidomos për bashkëpunimin e shkëlqyer, si dhe faleminderit të gjithëve ju të ftuar të nderuar. Ju uroj një tryezë rrumbullakët sa më produktive. Faleminderit shumë. Faleminderit Giulia, Këshilli i Evropës është një partner shumë i afërt i yni edhe e vlerësojmë bashkëpunimin me ju vërtet. Tani kam kënaqësinë t'i kaloj fjalën të ngarkuarit me detyrë nga delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri, zoti Rico, për fjalën e tij hyrëse. Faleminderit zonja Goxhabelli. Do të doja gjithashtu të falenderoja edhe zonjën Giulia Re për këtë panel kaq të nderuar sot. Është një deri veçantë për mua që të përfaqësoj delegacionin e BE-s në Shqipëri këtu përpara jush, edhe do të doja ta filloja fjalën time duke përsëritur disa nga fjalët e kryeministrit në lidhje me rëndësinë e kësaj tematike për të gjithë ne. Sa i përket procesit të aderimit në BE, si kundër përmendi edhe zoti kryeministër, kjo është një pjesë thelbësore e grup kapitujve themelor, edhe me të vërtet aktualisht jemi në një kryqëzim shumë të rëndësishëm në procesin e negociatave, edhe kjo e tregon edhe shkallën e vështirësisë që këtu në Shqipëri është vërtet e madhe. Dhe prandaj ne vlerësojmë vërtet këtë lloj nisme si sot, që bën bashk koleg, institucione të kadastrave nga barajoni për të shkëmbyer sfidat dhe arritjet. Reforma kadastrale mbetet një kur themeli i mirëqeverisjes dhe qartas. Kjo është shumë e rëndësishme pasi garanton siguri ligjore, të drejta pronësore, transparencë edhe transakcione të drejta. Përmirëson cilësinë dhe efikasitetin e shërbimeve publike, redukton rreziqet e keq menaxhimit, si dhe nxit një treg të pasurive të paluajtshme që është më miqësore dhe më dinamik. Modernizimi i sistemit kadastral kontribuon drejt për drejt në një ekonomi më të fortë dhe një shoqëri më të begatë. Por kjo nuk është çështje e prioriteteve kombëtare vetëm. Në fakt është e rëndësishme
rëndësishme edhe për investimet në të ardhmen, dhe për disa nga vendet pjesëmarrëse në këtë takim rajonal sot, kjo ka rëndësi madhore. Në fakt, parashikohet në të gjitha kuadrot për partneritetet dhe negociatat për aderimin, si dhe në agendat e reformave për planin e rritjes të Ballkanit Perëndimor. Në mbar rajonin, ne kemi parë që trashëgimia e sistemeve të mëparshme, sidomos pas tranzicionit nga regjimet komuniste, kanë krijuar sfida afatgjata dhe kanë akumuluar vështirësi me mbledhjen e të dhënave dhe regjistrimin e transaksioneve të pronave. Gjatë 3 dekadave të fundit, vendet kanë bërë përpjekje të konsiderueshme për t'i adresuar këtë problematika, shpesh herë duke u përballur me vështirësi, por njëherëzi duke zhvilluar zgjidhjet e duhura. Dhe Shqipëria i pasqyron shumë nga këto dinamika rajonale. Procesi i identifikimit dhe regjistrimit të pronave dhe pronësisë ka qenë vërtet kompleks dhe është formësuar nga rekorde historike që janë të paplota, ndryshime të shpejta demografike, kuadro ligjore të ndryshueshme, si dhe qasje të shumëllojshme me kalimin e viteve. Gjatë viteve, shumë nga stratoke dhe shumë godina kanë mbetur të paregjistruara, të dhënat nuk janë ruajtur në letër, në fakt janë ruajtur në letër manualisht, por të dhënat elektronike nuk përkojnë me situatën në teren. Pronësi të paqarta, edhe gjithashtu shumë kuptimsi mbi pronësinë, kanë sjellë probleme me shërbimet e kadastrës, si regjistrimi i pronave. Në përgjigje, Bashkimi Evropian dhe Shqipëria kanë forcuar së fundmi bashkëpunimin për të trajtuar këtë sfida së bashku dhe janë fokusuar në disa elemente: përshpejtimi i regjistrimit të pronave, avancimi me digitalizimin, garantimi se të dhënat përkojnë me realitetin në terren, integrimin e procedurave administrative, përmirësimin e integritetit, si dhe forcimin e komunikimit me publikun. Dhe gjitha këto elemente mbështeten në metodologji gjithëpërfshirëse në përputhje me standardet ndërkombëtare. Për t'i mbështetur këtë përpjekje, Bashkimi Evropian ka krijuar programe domethënëse që kombinojnë ekspertizën ndërkombëtare dhe kombëtare. Dhe këtu duam të theksojmë bashkëpunimin ton me organizata si UNOPS-i dhe Këshilli i Evropës. Njëherëzi, për Shqipërinë janë vendosur qëllime të qarta në kuadër të procesit të aderimit dhe agjendës së reformës për të bërë ecuri domethënëse. Së fundmi, ne jemi inkurajuar kur kemi parë që Agjencia Shtetërore e Kadastrës në drejtimin aktual ka forcuar punën, si dhe ka përmirësuar cilësinë e të dhënave edhe gjithashtu ofrimin e shërbimeve, teksa ka forcuar edhe angazhimin dhe ndërveprimin me palët kyç të interesit. Ne kemi dëshmuar zhvillime kyç që prej vitit 2025, si miratimi dhe zbatimi i strategjisë së komunikimit, shpërndarja e udhërrëfyesit për digitalizimin, miratimi i planit të integritetit, si dhe përshpejtimi domethënës i regjistrimit fillestar të pronave, si dhe digitalizimi i të dhënave të pronësisë dhe mbështetja e dokumentacionit në krahasim me vitet e mëparshme. Pavarësisht kompleksitetit që mbetet, ne jemi besim plot që ky është një moment kyç për të adresuar problematika afatgjata. Agjencia ka bërë zotimin që të ndjek drejtime strategjike të qarta dhe të arrijë rezultate të prekshme. Dhe kjo vjen në një periudhë kur përpjekjet më të gjera qeveritare përforcohen nga perspektiva e aderimit në BE edhe mbështeten nga asistenca domethënëse financiare në kuadër të agjendës së reformave. Vizioni ynë i përbashkët është i qartë. Ta bëjmë Shqipërinë një mjedis të sigurt dhe të besueshëm për investime dhe pronësi, edhe të garantojmë se të gjithë i gëzojnë të drejtat e tyre pronësore. Në këtë kuadër, ky takim sot është një platformë e vyer për mësime të përbashkëta dhe një mundësi për të shkëmbyer përvoja në lidhje me proceset të regjistrimit të pronave, reformat më të fundit dhe prioritete strategjike, sidomos në fusha si siguria e certifikatave të pronësisë, transformimi digital,
ofrimi i shërbimeve, besimi institucional, si dhe koordinimi ndërinstitucional. Do të jetë me interes gjithashtu të dëgjojmë se si përdorimi i teknologjive moderne, siç e përmendjet zonja Goxhabello, si inteligjenca artificiale dhe blockchain-et, mund të ndihmojnë me garantimin se zyrat e kadastrës mund të ofrojnë shërbime cilësore për gjithë publikun. Thënë këtë, do të doja t'ju uroja një shkëmbim të vyer me njëri tjetrin në këtë konferencë edhe t'ju falenderoja për vëmendjen tuaj. Faleminderit zoti Rizzo, mbështetja e Bashkimit Evropian vlerësohet me të vërtet nga ana jonë dhe urojmë që ky bashkëpunim të jetë po kaq i fortë dhe i konsoliduar edhe në të ardhmen dhe jam e sigurt për këtë fakt.